Në këtë ditë të nxehtë vere, shumë kush tenton t'i largohet temperaturave të larta duke zgjedhur të kalojë ditë të qeta pushimesh në plazh apo mal. Ka nga ata që preferojnë të pushojnë në Rivierën Shqiptare, duke zgjedhur plazhet e bukura të Dërmiut, Vlorës apo Sarandës. Ka edhe të tjerë që eksplorojnë plazhet Matan Kufive. Drejtues të agjensive të udhëtimit në kryeqytet pohojnë se sa i takon destinacioneve të huaja, Turqia mbetet edhe për këtë vit në krye të listës. Kjo për arsye të paketave të plota që ofron dhe çmimeve ekonomike. Turqia mban gjithmonë numri 1, si gjithmonë domethënë, destinacion turistik, pasi klientët duan të kenë gjitha të përfshira, transportin, transfertën. Ka disa variacione, kemi është më i preferuari, Beleku gjithashtu, për çmimet variojnë çik më të shtrenjta, Alania mbahet si destinacionet më të lira të Turqisë. Në shifra fillojnë diku ke 400 euro nga më e lira për sezonin e lartë. Transporti, charteri pajtjardhje për person, transfer të aeroport hotel. Do me thënë, akomodimin në hotel për 7 net, paketa all inclusive që përmban të 3 vaktet e mesme dhe pijet vëndase, deri në orën 11 të darkës. Destinacioni i parë është Turqia, pastaj Greqia dhe Spanja, po që jo shumë për shkak të çmimeve të larta dhe nuk është e preferuar. Antalya kryesisht edhe shumë pak në pjesën tjetër e Bodrumit, që është pjesa lindore e Turqisë. Çmimet mund të fillojnë nga 400 euro personi, që është një çmim minimal, dhe përfshihet në paketet all inclusive, që përfshihet mëngjes drek darkë, udhëtim, transport nga aeroporti në hotel. Një tjetër destinacion i preferuar për pushuesit shqiptar është edhe Greqia, me ishujt e plazhet e bukura që ofron. Greqia këto 2-3 vitet e fundit ka qenë një destinacion që bëri, domethënë, boom, themin tregun shqiptar, pasi u bë liberalizimi i vizave dhe distancat janë shumë të afërta. Sigurisht Greqia ka plazhe shumë të bukura dhe ofron mundësi të ndryshme, nga ato më ekonomike deri ka ato luksoze. Greqi mund të gjejmë duke filluar nga vila, pensione, hotele me 2 hyje që fillojnë 190-200 euro për një javë, me mëngjes ose pa mëngjes. Te Lefkada është futur këtë vit, është një destinacion shumë i bukur pasi ka 10 plazhet më të bukura në Europë dhe një ndër plazhet e Lefkadës është edhe një nga më të bukurit në gjithë botën. Greqia kryesisht janë vendet më të afërta, që janë Korfuzi, Kalkidikia, pastaj janë dhe ishujt që janë Kreta, Rodos, Santorini. Ndërsa për ata që kanë luksin të shpenzojnë pak më shumë për pushimet e tyre, ose janë në prag të martesës dhe dëshirojnë të kalojnë pushime të paharruara, sugjerimi i duhur do të ishte Spanja dhe vendet egzotike. Spanja gjithashtu është një destinacion shumë i preferuar, që shkojnë, kanë vite, kanë rreth 3 vjet që njerëzit shkojnë me chartera direkte në Spanjë, dhe aty fillojnë domethënë me lira që kemi për momentin është 495 euro, sepse përfshihet edhe charteri, transfer të aeroport hotel, hoteli për 7 net me mëngjes me darkë. Spanja janë të destinacione egzotike, po që janë kërkesa më të rralla individuale. Janë goxha shtrenjtë, mund të shkojë edhe $1.500 personi. Kemi dhe destinacione egzotike që i përdor, domethënë i kërkojnë më shumë ato që shkojnë për muaj mjalti. Një pjesë shumë e vogël, domethënë, e klientëve tanë e kërkojnë, pasi shkojnë paketat rreth 1.800-2.000 euro për person, për 7 net 10 ditë. Fiorizani pohon se edhe viset shqiptare preferohen për pushim, ndonëse më pak. Kryesisht lugina e Valbonës për qetësinë dhe relaksin që natyra në këtë zonë fal është e zgjedhur e pushuesve në këtë stinë. Po, ka dhe nga ato, sidomos për vendin tonë, për në Valbon, kam shumë preferenca, domethënë, zakonisht për weekend.
familjarët edhe të rinj kanë qejf të eksplorojnë natyrën tonë që kemi shumë të bukur dhe klimë shumë të mirë. Por krahas pushuesve të cilët zgjedhjen e tyre u abdesojnë agjensive, ka edhe nga ata qytetarë që preferojnë të zgjedhin bukuritë e vendit tonë për ditë të qeta verore. Një pjesë e mirë e tyre pushojnë në Bregdetin shqiptar, ndërsa të tjerë me të ardhurar më të pakta, edhe pse u të donin, nuk do të mund të pushojnë as këtë verë. Do bëni pushime këtë vit? Po se kemi parashikuar akoma. Për shkak buxhetit, të financave apo? Ja, gjithas bashku. Them se mund t'i bëjnë përfus. Nuk do bëjmë pushime? Besoj se në jug. Po në vende turistike, në Durrës ose në Saran. Ka pëlqen më shumë në Shqipëri, ka ajër më të pastër, është vend më i bukur Shqipëria. Po çmimet si janë krahasuar me vendet Çmimet jashtë? me sa kanë shkuar që na kanë thënë neve, për shembull, janë normale. Në Vlorë, Sa ditë do qëndrosh? 15 ditë. Po pse jo jashtë Shqipërisë? Është më bukur këtu apo çmimet janë më të mira? Cilat janë arsyet? Po çmimet jo se janë më të mira, po vendi im natyrisht është më i bukur për mua, kështu që do të kaloj në Shqipëri.